A është një dimension shumë e gjerë se sa kaq rritja e agjerimit që e çon njeriu të jetë edhe ai, pra që nuk çfarë nuk ha, më tepër se sa ai çfarë ha. Pavarësisht formulimit që ka bëjë njeriu i mençur që e përmendët ju, unë do të referohem në fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që flasin në lidhje me këtë ritual, me këtë obligim fetar, dhe padyshim se të gjitha argumentet fetare flasin se agjerimi te kalon dimensionet e ushqimit dhe të pijes. Jo, i ka rënë në të ai apo jo? Orna? I ka rënë në të? Po, patjetër. Unë po flas për formulimin, jo për përmbajtjen. Për këtë arsye, ne i referohemi formulimeve që ne i disponojmë. Andaj dua të them që në qoftë se i referohemi me argumenteve fetare, fjalës së Zotit, fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të gjejmë se agjerimi është më spaku braktisje e ushqimit dhe pijes, ndërsa është një proces i ndryshimit që kalon nëpër të besimtari përgjatë një muaji. Dhe dua që t'i përmendim dy gjëra apo tri që domthonë dëshmojnë për këtë. E para fillimisht që ka të bëjë me vetë objektiven që synohet të realizohet gjatë muajit të Ramazanit apo gjatë agjerimit, ku Zoti i manduar pikërisht në ajetin ku e bën obligim agjerimin, në fund thotë la'allakum tattaqun, që të arrini një nivel caktuar të devotshmërisë, të përsosmërisë dhe fisnikrimit shpirtëror. E që kjo absolutisht nuk arrihet me braktisjen e ushqimit dhe pijes, por arrihet me instalimin e vlerave të tjera që nuk kanë të bëjnë me ushqimin. Andaj këtu mund të themi që ajo që nuk ha, jo ajo që e ha. Dhe gjithashtu në anën tjetër i dërguari sallallahu alaihi wasallam, kur flet për agjerimin, thotë se kush nuk e braktis fjalën e keqe, sjelljen e pahishme, atë nuk ka nevojë të braktis as ushqimin dhe pijen. Që i bie se kjo është e ranguar dikun poshtë në agjendën e agjëruesit, ndërsa ajo që e kryeson këtë agjendë ka të bëjë me vlerat dhe me flakën e veseve që janë fituar gjatë kohës së tij, pavarësisht ku ka jetuar, do të thotë shkollimin që ka kaluar e kështu me radhë. Dhe vetë praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jep me kuptu se i dërguari jon Muhamedi alayhi salatu wasalam në Ramazan ka pas një aktivitet të ngjeshur jo në kuptimin e ushqimit, nga se në ushqim ai ka qenë dy fish më tepër agjëruese sa që ne e bëjmë këtë. Që i bie se nuk ka të bëjë kjo me ushqimin, por ajo që transmetohet nga ai se për shembull i dërguari alayhi salatu wasalam gjithmonë ishte bujar, por gjatë Ramazanit e shumëfishon të bujarinë e tij, që është një reflektimi një vlere të madhe shpirtërore që duhet ta kemi. Gjithashtu i dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dhe gjithashtu edhe ka praktikuar se kontakti me Kur'anin në Ramazan duhet të jetë i veçantë. Dhe Kur'ani është një ushqim tjetër që nuk është ajo që njerëzit mendojnë që ka të bëjë me braktisjen.